ishte, a kanë shkuar pedagogët dhe intelektualët, apo enda ata porin po them të distancuar, duke mos kuptuar. Mes atyre që janë vetë identifikuar si organizatorë, se realisht nuk e dim, ka dhe pedagog, ka dhe intelektual, ka dhe njerëz që janë të angazhuar në betejë publike, në media, në shoqëri civile dhe në media, sigurisht që ka elementë të ndryshëm, por ende nuk po i shoh të dali një listë me përfaqësues që këta janë 10, 50, 100, më thanë që janë deri diku te 200 organizatorë. Kjo është pak e madhe si shifër dhe kërkon një lloj rishikimit të mënyrës se si ata kanë zgjedhur të komunikojnë me publikun. Sepse nuk është problemi, dhe kjo është një formë e mirë proteste, nuk ka asgjë të keqe, por mendoj që nëse vazhdojnë kështu pa ndalim, duke shpresuar që njerëzit do vazhdojnë të i djekin pafundësisht, edhe në korrik, edhe në gusht, edhe në dhjetor, mendoj se gabojnë sepse shumë njerëz mund të shohin që kjo lëvizje nuk po prodhon asgjë dhe mund të fillojnë të mos dalin më. Dhe dëmi më i madh për këtë protestë është nëse bie pjesëmarrja, që realisht deri tani ka qenë shumë e rëndësishme. Kështu që mendoj duhet një rishikim i gjithë mënyrës se si ata po prezantohen në publik. Sigurisht në dita e parë kur pam disa fjalime dhe parulla që ishin kundër Izraelit, kundër investimeve në tërësi, kundër ekonomisë, kundër gati me frymë jakobine dhe të ekstremit të djathtë, një pjesë e njerëzve thanë prit se këtu ka diçka që nuk shkon dhe kritika e parë e protestës kjo ishte që këtu po hidhen ca parulla që s'kan lidhje me mënyrën me shqetësimet që kanë realisht qytetarët shqiptar, jo se nuk po i paragjykojmë shumicën e parullave që u hodhën. Nga parullat e para 20 ditësh deri më sot, derisa fillon të kontrollohet sot sigurisht që aty ka element normal, ose do thosha mendje normale dhe që njohin realitetin në Shqipëri dhe i kanë anashkaluar këtë pjesën e parullave që ishin nuk lidhen me Shqipërinë, në kuptimin që nuk përfaqësojnë asnjë shqetësim që ka populli jon dhe janë kthyer më normalitet, por mendoj që duhet të kthehet në një lëvizje të mirëfillt politike për të zhvilluar ose edhe në një koalicion me gjithë ato parti që janë aty, se mendoj dëmi më i madh që mund të bëhet asaj lëvizje tani shpallja një parti politike me disa personazhe lidera që janë identifikuar aty, por kjo do të sjell automatikisht largimin e gjithë partive të tjera që e kanë mbajtur, do thosha edhe me protestues, me aq sa kanë. Nuk po them që të gjithë janë partitë e tjera, po që nga Lëvizja Bashki, nga Partia Mundësia, që çdo parti opozitare aty ka përfaqësuesit e vet që shkojnë për ditë dhe marrin pjesë. Dalja një partie politike, vetëm me një grupimi që del dhe flet aty, kam idenë do krijoj pak kënaqësitë e para, sepse asnjë parti tjetër opozitare nuk do shkojë në një protestë për t'i dhënë karburant një lëvizje që do kthehet në një parti. Kështu që një zgjidhje mund të ishte që këta dhe mund të bashkohen gjithë krijojnë një lloj fronti ose një lloj koalicioni të përgjithshëm, nëse gjejnë gjitha mundësitë edhe gjuhën e përbashkët, sepse qytetarët e dhanë mesazhin. Qytetarët thanë që ka nevojë të përfaqësojnë në një mënyrë tjetër. Mbase nuk të partitë që janë aktualisht nuk po shohin zgjidhje, kështu që duhet një forum i madh partish qytetare që të angazhohen.